Kur Edi Rama i dha firmës Globe 3X të ish sigurimësit Skënder Dedja lejen për ndërtimin e 2 gretaçelave në zonën e rrugës së Kavajës në Tiranë, u mendua se bëi fjalë për një leje të zakonshme biznesi. Por duke investiguar vlerën 210 milion euro të projektit, pamfleti zbuloi se Skënder Dedja, i biri Visjan, bashkëshortia Hajrie, vajza Brunilda dhe dhëndri gjerman Markel Alexander Dyren përdornin biznesin e ndërtimit për të pastruar të ardhurat e 6 kompanive të tyre me lidhje mafioze në Shqipëri, Maqedoni, Itali, Gjermani dhe Rusi. Të dhënat e reja zbulojnë se financimi i kullave dhe pallateve nga Skënder Dedja nuk kryhet vetëm nga aktivitetet kriminale të vetë kompanive të tij, por edhe nga një rrjet me 12 kompani fiktive të krijuara nga i vllai Qemal Dedja, një emër i njohur për financime ilegale në ndërtim dhe përfshirje në skenar vrasjesh. Rrjeti i 12 kompanive të Qemal Dedjas që grumbullojnë miliona euro të zeza për kullat e vëllezërve Dedja. Sipas raporteve të SHISH, Antikrimit Ekonomik dhe Agjencisë së Inteligjencës Financiare, ndërtuesi Skënder Dedja financohet ilegalisht nga kompanitë që kanë ngritur Qemal Dedja me ortak të tij. Disa prej tyre janë Deja Marbleus, krijuar më 20 qershor 2016 me aktivitet gurore e shfrytëzimin e rar. Qemal Dedja ka 80% e aksioneve dhe Laura Kogdhima 20%. Kompania ka 9 vjet pa bilance tatimore, por qarkullon rreth 130 milion euro në vit jashtë bankave. Laura Kogdhima, bashkëpunëtore e ngushtë e Qemal Dedjas, ka siguruar miliona ilegale përmes kompanisë italiane Consulting SRL, ku është administratore. Më 16 janar 2025 ajo krijoi filialin Renewable Albania në Tiranë, duke hyrë si financuese në ndërtimet e grupit Dedja. Materia Elite Stone, krijuar më 16 janar 2019 me 50% e aksioneve të Qemal Dedjas dhe 50% të Skënder Cevenit, pjesë e rrjetit të kromit ilegal. Kompania ka 6 vjet pa bilance tatimore. Deja Water, krijuar më 19 korrik 2019 me pronar të vetëm Qemal Dedjan, ka 6 vjet pa bilance tatimore. All Strong, krijuar më 12 shtator 2022 me ortak Qemal Dedjan dhe Fitim Goxhajn, i njohur si ndërmjetës financimesh ilegale në projekte luksoze, 3 vjet pa bilance. Redon Cargo Service, e krijuar më 26 qershor 2017 me veprimtari transport detar dhe agjenci turistike. 20% e aksioneve i ka Artur Dedja, djali 17 vjeçari Qemal Dedjas në kohën e krijimit. Tani 8 vjet pa bilance tatimore. Materia Cons 01, krijuar më 9 nëntor 2019 nga Qemal Dedja. Pas 2 javësh ia dhuroi djalit 19 vjeçar Artur Dedja. Me këtë kompani janë ndërtuar Vlora Beach Tower dhe 6 pallate në Vlorë me financime të padeklaruara, tani 8 vjet pa bilance. Materia Cons Alp, krijuar në vitin 2015, ka financuar ndërtimin e 21 pallateve, komplekseve të vilave dhe rrugëve në Tiranë, Vlorë, Durrës dhe Kavaj. 10 vjet pa bilance tatimore dhe pa deklaruar burimin e fondeve. 2 firma Qemal Dedja, person fizik me adresë te ish uzina Dinamo dhe te rruga Elbasanit, përdorura për qarkullimin e fondeve dhe punime pa dokumentacion financiar. Qemal Dedja grumbullon miliona për ndërtimet e vëllezërve përmes ortakëve të tij në kompanitë Euro Edil, Future Energy dhe Porto Romano Industrial Park, të gjitha pa bilance dhe me aktivitet jashtë kontrollit tatimor. Faktet forta për përfshirje në pastrim parash dhe krim të organizuar. Në 4 gusht 2012, Qemal Dedja u plagos me armë gjatë një konflikti për ndarjen e pjesëve në disa pallate në Vlorë e Tiranë. Në këto projekte ai kishte financuar miliona euro ilegalisht. Konflikti u zhvillua mes grupit të tij dhe grupit të Alban Xhillari. Në përgjigje Sky CC, emri i tij del si pastrues parash në ndërtim, financues i policëve dhe kriminalëve për zbulime dhe hakmarrje pas vrasjes së nipit të tij Klevis Lleshi. Sipas raporteve të SHISH, Antikrimit Ekonomik dhe Agjencisë së Inteligjencës Financiare për periudhën 2015-2025, Qemal Dedja del si grumbullues i milionave që përdoren për ndërtimet e tij dhe të vllait Skënder Dedja, si edhe i lidhur me skema kriminale të tjera. Ky rrjet është një strukturë e përfshirë në pastrim parash, financim ilegal të ndërtimeve dhe përfitim lejesh ndërtime me bazë kapitali kriminal. Leja e kullave te rruga e Kavajës është vetëm maja e icebergut.